Universiteti i Arteve në Tiranë organizoi për herë të parë konferencën ndërkombëtare mbi artin dhe edukimin, një ngjarje akademike e rëndësishme që synon të krijojë ura bashkëpunimi mes studentëve, artistëve dhe pedagogëve nga Shqipëria dhe vende të tjera të Europës. Mbi 100 pjesëmarrës nga fusha të ndryshme të arteve, duke përfshirë muzikën, artet pamore dhe artet skenike, ishin pjesë e këtij aktiviteti. Në këtë konferencë përfaqësohen shqiptarë të Shqipërisë, kemi normalisht nga Maqedonia e Veriut, kemi nga Kosova, kemi nga Malizi, kemi nga Italia, kemi nga Londra, kemi një përfaqësim shumë të gjerë. Me këtë staf të mrekullueshëm që kemi, jam i bindur që në të dytën dhe tretën me radhë çdo gjë do funksionojë dhe do shkojë akoma dhe më mirë se kjo e parë. Ndërveprimi ndërdisiplinor, inovacioni artistik dhe sfidat bashkëkohore në fushën e artit dhe edukimit artistik ishin në fokus të punimeve në këtë konferencë të parë. Panele diskutimi, prezantime artistike si dhe aktivitete kulturore që promovojnë shkëmbimin ndërkombëtar dhe promovimin e krijimtarisë akademike u prezantua në mbrëmjen e të mërkurës. Kjo konferencë përfaqëson një hap të rëndësishëm në ndërkombëtarizimin e Universitetit të Arteve dhe në thellimin e dialogut ndërkulturor përmes artit dhe kërkimit shkencor.